Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Jeni në kanalin Shqipëtar, sot për të nisur një video tjetër dhe për të provuar këtë snackun këtu. Pra, siç e kuptuat, sot do të provojmë brusketi marreti. Do t'i japim notën si gjithmonë për shtypjet tona, do të na pëlqej apo jo, të gjitha këto do t'i zbulojmë në këtë video pasi t'i provojmë. Brusketi marreti i kemi me këtë shije, ja se po afroj pak, me domate dhe me këtë të zezën që nuk e di se çfarë është. Dhe tashmë jemi gati për t'i provuar dhe për të nisur videoja. Por më përpara dua t'ju them diçka, më falni për një mungesë të shkurtër që kam bërë gjatë ditës së dieshme dhe nuk kam hedhur asnjë video, por gjithsesi do ta rikuperojmë, sepse nuk kam pasur kohë dje për të hedhur video. Mirë, le të nisim tani për vlerësimin e brusketi marreti, gjithashtu për të parë formën e të gjitha këto në mënyrë që ta vlerësojmë në mënyrën më të duhur. Okej, ta hapim pak brusketi marretin. Siç e shikoni sapo e hapa dhe tashmë po ja tregoj pak nga brenda si duket. Ja. Dhe tashmë jemi gati për të parë pak formën. Përbërësi që janë hedhur, pra ta testojmë pakës përpara se ta provojmë pra dhe ta kollofisim. Okej, po e nxjerr pak një, po e marr një. Ja tek e mora një, sa për t'ju treguar formën dhe siç e shikoni ka shumë erëza nga pjesa e parme, ndërsa brapa nuk ka erëza. Por gjithsesi e mirë besoj do të jetë, sidomos nga erëzat, të cilat besoj se do ta bëjnë edhe më të mirë. Okej, le ta provojmë pakës për të rikthyer vetëm pas pak dhe për të dhënë notën, për ta vlerësuar dhe më përpara se të provojmë brusketi marretin, pra dua që ju them që besoj që kjo video nuk do të jetë shumë e gjatë, kështu që mos u mërzisni, por gjithsesi ne do të kemi video të tjera edhe më të gjata. Gjithsesi unë po e provoj se mezi jam duke i rezistuar. Le ta provojmë. Unë tani sa po e provova dhe jam gati për të dhënë përshtypjet e mia për këtë snack, pra për brusketi marreti me domate. Okej, përshtypjet e mia në fakt ishte shumë e mirë. Ishte shumë e mirë si snack dhe në fakt nuk do të bëni të keq që ta provonit. Ishte e mirë shumë. Por do doja shumë që të ishte nga të dyja anët me erëza. Kjo ndoshta e prish pak ato shijen e mirë që ka brusketi marreti, por gjithsesi për mua ishte shumë e mirë, nuk është se kishte ndonjë problem, më pëlqeu shumë dhe do të thoja që do t'i bleja sërish dhe do t'i provoja sërish, pse jo. Pra do t'i haja sërish, pse jo. Përsa përket notës, do thoja notën 9, vetëm për këtë shkak, pra që do doja që të ishin nga të dyja anët e erëzat, por nuk ishin dhe prandaj për këtë shkak do t'i vëj notën 9, por në qoftë se do të kishin qenë nga të dyja anët e erëzat, normalisht do t'i vëja notën 10 sepse ishte një snack super perfekt. Ndërkohë unë po provoj akoma. Ja se dua të ha edhe një tjetër unë, sepse me të vërtetë ishte shumë e mirë. Ndërkohë, ja, shikojeni pra vetëm nga njëra anë është me erëza dhe duket shumë qartë që nga ana tjetër nuk ka as pak erëza. Prandaj, tani unë po vazhdoj ndërkohë të ha. Dhe pastaj rikthehemi për të bërë mbylljen e kësaj videoje që me të vërtetë ishte një video super bukur, super e këndshme dhe në fakt e kam pasur në plan që nga herë që të bëj një video ku të provoj brusketi marreti. Sepse në fakt është një snack që mua më pëlqen zakonisht, se ndoshta do të thoja janë edhe më të mira se bejkrollusat, por pra më pëlqen dhe prandaj doja që të bëja edhe një video në kanalin tim. Okej, unë po shijoj ndërkohë edhe pak dhe ne takohemi në mbylljen e videos. Shihemi. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo video me snack, se më keni kërkuar shumë në për komente video me snack dhe ja tek kjo asolla. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe ne do të shihemi sërish në videon e radhës ku deri atëherë më takofshim. Pra besoj që do të jetë sa më shpejt kjo videoja e radhës. Shpresoj që mos të vonojmë shumë dhe të hedhim sa më shumë video. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë më takofshim.